Nëse ujit I ka ndryshuar ndonjë nga karakteristikat e tij, a lejohet të merret abdes me të? Po, kjo pyetje vjen shpesh nga ata të cilët dalin për piknik në përpyje dhe gjejnë atje ujë që për shkak të llojit burimit apo vendit ku kalon mund të ketë ndryshuar ndonjë karakteristikë e tij dhe sipas dietarëve, nëse ujit I ndryshon ndonjë nga karakteristikat e tij si ngjyra, era apo shija dhe kjo ndodh për shkak të përzierjes së tij me ndonjë lëndë të pastër, siç ndodh zakonisht në pyje, atëherë ky ujë lejohet abdesi me të përderisa nuk ka ndryshuar plotësisht, pra I ka humbur emri I ujit. Dhe përderisa nuk I ka humbur ai emër, atëherë lejohet abdesi me të dhe mbi këtë bazë lejohet abdesi me ujërat terminale, me ujin e detit, me ujërat që janë përzier me shampo apo me sapun, apo me ujin që është përzier me ndonjë bimë aromatike si dafina apo ndonjë gjë tjetër siç bëhej dikur dhe me këto ujëra lejohet abdesi me to sepse përzierja e tyre është me lëndë të pastra, ndërsa kur përzierja e tyre ndodh me lëndë që janë të pista, pra të papastra, atëherë qoftë një karakteristike vetme të ndryshojë nga uji, nuk lejohet abdesi me të, edhe nëse I ka mbetur emri I ujit. Ndërsa në pyje ku lëndët janë të pastra, edhe nëse ndryshon ndonjë karakteristikë, atëherë abdesi me atë ujë lejohet.